Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do t'i them një 2-3 fjalë në lidhje me një porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka paralajmëruar, na ka mësuar, na ka treguar se në jetën e kësaj bote ekzistojnë disa gabime të cilat ja përshpejtojnë njeriut në ndëshkimin këtë botë dhe në botën e përjetshme. Kemi thënë se në jetën e kësaj bote nuk njeh historia e njerëzimit njeriu më të saktë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më të sinqert dhe më të drejtë se sa pejgambert në përgjithësi dhe pejgamberi i fundit në veçantë. Dhe se fjalët e tyre kanë qenë fjalët e Zotit Madhërisëm. Ata e kanë këshilluar njerëzimin për interes të përgjithshëm të njerëzimit. E kanë këshilluar njerëzimin për hir të Allahut azza wa jall. Dhe mësimet e tyre gjithnjë janë të nevojshme, pavarësisht në ku dhe në çfarë rrethana gjendet shoqëria, mësimet e pejgamberëve janë gjithnjë mësime të duhura. Në këtë hadith që transmeton njëri prej shokëve të pejgamberit që kanë quajtur Ebi Bekrate, jo Ebu Bekr, po Ebi Bekrate. Kjo e transmeton një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se e kam dëgjuar thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se janë një 3 mëkate në jetën e kësaj bote që nëse njeriu apo shoqëria apo familja i bën këto mëkate, thot i përshpejtohet në ndëshkimin këtë botë duke mos anashkaluar në ndëshkimin edhe në botën e përjetshme. Nëse mani mend vëllezër të ndershëm, kam thënë një herë se kjo botë, kjo jetë, nuk është as jeta e ndëshkimit e as e shpërblimit. As ndëshkimi e as shpërblimi në këtë botë nuk ikët përfundimisht. A disa njëri del për kësaj bote dhe nuk e merr shpërblimin që meriton? Dhe a din sa njëri del për kësaj bote dhe nuk e merr ndëshkimin që meriton? Do thonë që t'jep me kuptu se në këtë jetë nuk zbret shpërblimi meritor e as nuk zbret ndëshkimi përfundimtar për t'i kanë. Sepse nuk është jetë e shpërblimit as e ndëshkimit, por është jetë e punës, dhe her pas here Zoti Madhërisëm edhe shpërblen, po her pas here edhe zbret ndëshkim për ata të cilët meritojnë ndëshkimin. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, janë 3 vepra të këqija që nëse i ban njeriu e përshpejton ndëshkimin. Vjen ndëshkimi i Zotit Madhërisëm një pjesë në këtë botë, duke mos përfundu edhe për në botën e përjetshme. Në këtë hadith vëllezër është përmend e para, ka thonë, ai i cili bëhet shkaktar dhe i kput lidhet familjare, farefisnore dhe shkakton telashe në fis e farefis. Thot ai i cili bëhet shkaktar dhe e bën këtë mëkat, i përshpejtohet dënimi thot këtë dunja, duke mos i munguar dënimi edhe në botën e përjetshme. Vëllezër, kthehemi në të tema shkurtimisht 3 gjëra që e përshpejtojnë ndëshkimin. Kjo do të jetë tema që do të flasmi edhe në xumën e ardhshme. E para, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili bëhet shkaktar dhe i prish raportet familjare. Zoti Madhërisëm nuk e nxjerr për kësaj bote pa ja çunin ndëshkim, pa e pagu çmimin e atij gjënoje që ka marrë, duke mos i mungu ndëshkimin botën e përjetshme. E dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tradhtia, mashtrimi, është mëkat që Zoti Madhërisëm nuk e lën njerin me dalë prej kësaj bote pa ja çu ndëshkimin edhe në këtë dunjë. Kush tradhton? Tradhtia është çështje e ndryshme, në forma ndryshme. Kush e ka këtë cilësi për njerëzve në këtë dunjë, nuk del për kësaj bote pa e turpruar Allahu xhallahu ala. Dhe pa ja dhënë një pjesë të ndëshkimit në jetën e kësaj bote. Dhe e treta, thot pejgamberi alayhis salam,
gënjeshtari. Gënjeshtra është prej mëkateve që njeriu nuk del prej kësaj bote pa e marrë një pjesë të ndëshkimit edhe në jetën e kësaj bote. Dhe në gjumave tashme do shpjegojmë detaje, po do të ndalmi sot te para, që do të pejgamberi sa se ai i cili bëhet shkaktar dhe i prish raportet familjare, Allahu xhelle wala do t'ja zbret një pjesë të ndëshkimin këtë botë, duke mos i mungu ndëshkimi edhe në botën e përjeshme. Vëllezër të ndershëm, nëse lexojmë Kur'anin famëlar e gjejmë një ajet në faqen e 3 të Kur'anit. Allahu xhelle wala thot: "Alladhina yanquduna ahdallah", ata të cilët e kanë shkput kontratën me Zotin. "Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh", dhe i kanë shkput lidhjet me farefisin. "Wa yufsiduna fil ardh", dhe pastaj kanë bërë rregullime në tokë. "Ulaike humul khasirun", të tillët, domethënë janë të dështuar, të humbur në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe me një ajet tjetër në Kur'an Allahu thot: "Ulaike lahumul la'natu", atyre thot ju zbret mallkimi Allahut azza wa jall, "wa lahum su'u dar", dhe të tillët do të kenë jetë të keqe në këtë botë, në botën e përjetshme. Pse po i trajtoj këto tema, vëllezër? Sepse janë disa temele mbi të cilat ndërtohet e ardhmja e një shoqërie. Janë disa baza mbi të cilat ndërtohet e ardhmja. E nëse njeriu prek në çato baza, nuk qëndron e ardhmja. Për këtë arsye, ne si shoqëri do t'i trajtojmë të tema dhe t'ja sqarojmë brezave të ri se çka do me thonë me prek në temel, se çka mund të pret në të ardhmen nëse e ke minu, si thot populli, temelin. Qysh mund ndërtu një familje, me shiu jetën një familje, një shoqëri, nëse ne i minojmë themelet e shoqërisë. Dhe po jetojmë me një kohë që shpesh herë edhe po sfidohemi në mënyra të ndryshme, po lëkundemi në themele të ndryshme. Vëllezër të ndershëm, nëse lexojmë Kur'anin me vëmendje dhe e lexojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bindër se aq shumë i ka kushtuar rëndësia Allahu kësaj teme, sa që çuditesh. Bile është transmetuar në hadithe, njëri peshove të pejgamberit që transmeton hadithin thot: kur ka ardhur pejgamberi sa në Medinë, njerëzit thotë e pritën me mall. Thot hadithin e parë që kam dëgjuar thot pejgamberit kur erdhi prej Mekës në Medinë, të kam dëgjuar të thonë: o ju njerëz, keni kujdes familjet tuaja dhe mbani lidhjet farefisnore. Thot parin hadith që kam dëgjuar, parën porosi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë: o ju njerëz, mbani lidhjet farefisnore, runi familjen. Madje Allahu xhallahu ala ka thonë në Kur'an: ku ahlikumun nar, ruje vetën dhe familjen tuaj prej ndëshkimit në botën e ardhshme. Pra vëllezër të ndershëm, ka disa temele në këtë jetë që nuk ban me i shkatru. Ne mund të bëjmë gabime nga më të ndryshmet. Ne jemi njerëz, mund të bëjmë gabime, jemi gjunaqar të gjithë, por do të kemi kujdes të mos e shkelmja, të mos e prishmi urën në për cilën këna me kalu, të mos e prishmi temelin mbi cilën kemi ndërtu diçka, por t'i ruajmë bazat. Dhe ne si popull, si shoqëri, kemi qenë shumë të kujdesshëm gjatë historisë, kemi ndërtu edhe në rrethana varfrie, vëllezër, në rrethana varfrie, në rrethana të okupimit, në rrethana të dhunës, represionit, ne si shoqëri shqiptare kemi ndërtu familje çnosh. Kemi rujt gjenezën,
dhe kemi kultivu vlera familjare. Dhe falë që aty një vlerave, që asaj edukatit asaj kohë, ne i mbjetum fortunave më të mëdha të jetës. Dhe ne çka duhet të bëjmë si shoqëri, ne edhe në modernizëm, nëse mund me thonë, dhe në demokraci, ne duhet me i rujt pikpamjet dhe shtyllat e shoqërisë. Nëse duam të shijojmë jetën, të shijojmë të mirat e këtij vendi, ne duhet që të ndërtojmë themelet shnosha të familjeve shqiptare. Por ndryshe, po na paralajmëron pejgamberi alayhis salam se është mëkat i përshpejtuar në këtë dunjë ata të cilët shkatrojnë familje dhe krijojnë, domethënë, averzione dhe konflikte të panevojshme brenda familjes. Vëllezër të ndershëm, feja joni ka do parime që lidhen direkt edhe me besimin me Zotin e Madhrishëm. Dhe pa dyshim se lidhja farefisnore, ndërtimi i familjes është kauz që lidhet shpesh edhe me besim. Kur rënohet kjo shtyllë, rënohet edhe shtylla e besimit. Kur rënohen të temele, rënohet edhe besimi. Se besimi nuk është çështje abstrakte, nuk është veç me deklaruar se ne besojnë në Zot. Po janë do shtylla që e forcojnë lidhjen te Zoti i Madhrishëm. E një prej tyre padyshim se është trungu familjar, gjeneza dhe mirësjellja mes njerëzve. Është mirë me kuptuar këtë dunjë njerëz se cili ka orë me rrezikun e vet. Është mirë me u bind se në këtë dunjë ka disa çështje që i ndihmojnë kauzës të jetës, lumturisë të jetës. Nëse ti minon çato elemente, jeta bëhet e vrasht, e pa kuptimt, e kështu me radhë. Por këtë arsye po na thot pejgamberi se 3 gjëra e përshpejtojnë ndëshkimin e Zotit. Çysh vjen ndëshkimi i Zotit? Vjen te me gjan. Një prej ndëshkimeve është s'ka lumturi njeri. Apo e shihni në çfarë gjendje kemi ardhur ne si shoqëri. Është bërë vështirë me gjet dikant lumtur. Që thot pobrën jam i lumtur. Ndoshta kanë pasuri, kanë kapitali, kanë ketë. Por ka lumturia mes familjeve, sepse dikush bëhet sebeb, shkatron, krijon averzion në familje dhe tërë familja e pson domethënë goditjen. Vëllezër, tema është e gjanun, sot veç e fillova kështu, e me lejnë Allahut Azza wa Jall do të flas në xhumat e ardhshme, po më përfundoj këtu për shkak se mesin toni kemi thashë njerë 2-3 ilahi këndues të minjohën të eva shqiptare, dhe sot është ditë feste, edhe sot është bajram, deri në ditën e 4 të Kurban Bajramit, është e njëjta ditë si të parën si të katrën, është bajram, është fest, dhe mendoj që zbashku me juve kemi rastin që ta dëgjojmë mirazhin me do ilahi të bukura, derisa të na thirr pastaj ezanin dikush tjetër dhe ta falmi namazin e xhumas. Zoti ju shpërbleft.